Baba më ka pasur veç mua në herë si në krah. Edhe më ka martu i ri. 56 jam martu. Të na me lindën fëmi, 2, 3, 4, 5, 6, sa të bon, hajtë. E ma vonë, 61 një qika ja ka vdek, 63 apet edhe një gjallëm ka vdek, 64 ushtar. Ja, ajo kanë edhe i plagosta kanë begeran, po pe plagëve pështoj. 63, 2003 ka vdek. Po, për marak më do, për marak. Qashtu ajo konë e rej. Me një fjallë me shku me për cilë Kurtin. Krejt partive. Këtë partive me një fjallë me shku a gjene. Jo me punu në kërët veti. E bona unë, e se bona unë. Abet Qaka, banori fshatit Bob të Kaçanikut, kishte pasur një fëmiri jo të lehtë. Një fëmiri që copëzat e momenteve të këqija dhe atyre të mira, sot formuan një njeri 85 vjeçar. Një 85 vjeçar i cili për ne rrëfen një të kaluar jo fort të lehtë. Një të kaluar ku skamja kishte mbizotruar në jetën e tij. Si dhe kishte pasur kushtet e rënda në atë kohë, kishin bërë që të munganin edhe gjërat elementare në shtëpi. E skamje sa dush. Fëmijët kallablik, marrë një punë po, pa me marru shpia, me mu boj dare. Shka prëdhejshe, tokë s'kemi pas, vëllaj me rogë së di se që u ka përceshmi. E maj men, kur i mi konë 3-4 vetë, kur i mi konë, kemi mellin Elbin në atë kohën teme. 62-3, kemi mellin Elbin, mu korë, kemi shtyp me drunë, edhe kemi terë me saqë. Nuk ka pas, nashta pare ka pas dishka, po drith nuk ka pas me ble. Konë të skamje. E kemi terë me saqë, nëse të kemi qunë mullin, kemi blu. Elbin. E qashtë të në moa ardhë pak të tu. Jo së merë molli para të korë një që. Se ketë kemi pas me skamje. Ma vonë 70 sene, kur mu bon një djallë hinin punë, i bon dhe krevë fakultetin, hinin marrë një punë, pak zuna mi marë kontë.